Në lidhje me situatën e zjarreve në Shëngjin dhe Shkodër ka reaguar edhe shoqata mjedisore Green Center Albania. Sipas kësaj shoqate në këto momente, kur hapësira të mëdha janë djegur dhe shkrumbuar, mbetet të reflektojmë të gjendet shkaku afatgjat dhe jo atë konkret, i cili i takon prokurorisë të identifikojë. Deklarata e shoqatës mjedisore vjen duke theksuar se shkak për rënjen e zjarreve në këto pika turistike ka qenë mungesa e vëmendjes së bashkive ndaj kompetencës së re për administrimin e pyjeve dhe mos hartimi apo mos zbatimi i planeve të masave mbrojtëse, sidomos gjatë periudhës së stinës verore. Fakti që këto zjarre, ashtu si 99% e atyre të viteve të shkuara, e kanë burimin nga dora e njeriut vërteton se është bërë shumë pak, për të mos thënë as pak, për të ndërgjegjësuar qytetarin. E duke vijuar mëtej në deklaratën e Green Center Albania, thuhet se vetëm në territorin e Bashkisë Shkodër përbëhet 70% nga sipërfaqja pyjore dhe mjetet dhe burimet për të administruar këtë pasuri kombëtare pranë bashkisë janë të pakta. Të njëjtën gjë mund të themi edhe për shërbimin zjarrfikës, i cili për shkak të terrenit nuk zotëron mjete për shuarjen e zjarrit në zonat e përfshira. Deklarata e shpërndar mediave mbyllet duke i drejtuar thirrje pushtetit qendror dhe lokal të angazhohet maksimalisht me të gjitha mjetet ushtarake në dispozicion, pasi pasojat e zjarrit në njësinë administrative të Velipojës do të jenë të pariparueshme, jo vetëm për gjelbërimin, por edhe për ekosistemin dhe cilësinë e jetës së qytetarëve.